Loredana Brati, për sa kohë ishte brenda shtëpisë së famshme, ajo krijoi një lidhje dashurie me Joz Markun, por me sa duket gjërat nuk shuan dhe aq mirë. Edhe pas përfundimit të spektaklit, ajo tërheq akoma vëmendjen në rrjetet sociale. Së fundmi, Loredana ka postuar një selfie ku duket ndryshe nga ajo që jemi mësuar ta shohim gjatë qëndrimit në shtëpi. Me disa ndërhyrje të vogla, Loredana duket fantastike. Krahas vetullave dhe mollxave, ajo ka bërë një investim edhe në dhëmbët e saj, duke transformuar dukshëm pamjen e saj krahasuar me atë muaj më parë. Na duhet të themi se ndryshimet e saj në aparencë janë shumë të vogla, por që fansat e saj besnik i shikojnë këto ndryshime me lupë. Nga ana tjetër, Loredana ka reaguar pasi reperi kanadez Drake ka publikuar një fotografi në rrjetet e tij sociale ku shihen një grup burrash të cilët janë ulur rreth një tavoline pokeri të veshur me xhaketa të kuqe që mbajnë shqiponjën dy krenare. Loredana në formë shakaje ka thënë se reperi këtë veprim e ka bërë vetëm që t'i bie në sy asaj. Vazhdon ky bën Lora për të tërheqë vëmendjen time, shkroi ajo me nota humori. Ndërsa se çfarë ka lidhur me shqiptarët reperin me famë botërore, ka mbetur akoma enigmë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.